Shkodra u bë pritse një stërvitje ndërkombëtare për menaxhimin e përmbytjeve e para këtij lloji realizuar në vendin tonë. Seanca të tilla stërvitore komplekse ka nisur mbrëmjen e 7 prillit e do të vijojnë deri më 11 prill duke përmbyllur kështu projektin Flut North-Al. Shkodra nuk u zgjoll pa qëllim për kryerjen e simulimeve të tilla. Ajo çka është pozitive dhe që ky projekt risjell është domosdoshmëria e koordinimit rajonal. Në vërtet kemi një reagim lokal, kemi një reagim qendror, por katastrofat, themi ne, nuk njohin kufi. Qarku i Shkodrës është shembull i konkret i cili dhe në referencë të vlerësimit të rrezikut në nivel qendror rezulton zonë me çrëshmëri të lartë ndaj rrezikut të përmbytjeve, të përsëritura me një sistem kompleks për të përballuar, duke vënë në rrezik jetën e qytetarëve, të pronës, të mjedisit dhe monumenteve të trashëgimisë kulturore. Me pjesëmarrjen e 8 vendeve anëtare, ky ushtrim po teston dhe përmison procedurat e koordinimit kombëtar dhe ndërkombëtar në monitorimin e përfaqësuesve të DJ Ecos. Përfaqësuesi i Komisionit Evropian DJ Ecos, si dhe zëvendësministri i mbrojtjes, e vunë theksin tek rëndësia e bashkëpunimeve ndërshtetërore me qëllim menaxhimin e fatkeqësive natyrore, por edhe ngritjen në një tjetër nivel të ndërhyrjeve operacionale. Ladies and gentlemen, unë mendoj se është shumë interesante të shohim të ushtrime sot. Është një tjetër shembull për përfitimet e përbashkëta që kemi. Pam me sy tan përfitimet e përbashkëta. Bashkëpunimi mund të shpëtojë jetë. Agjencia e Mbrojtjes Civile si një institucion në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes ka qenë gjithmonë angazhuar për të garantuar sigurinë dhe mirëqenien e qytetarëve shqiptar, duke ndjekur një trajektore në ngritje dhe mbretëlënse në këto 5 vite të ekzistencës së saj. Ky angazhim i ynë ka gjithashtu një mbështetje të rëndësishme nga partnerët ndërkombëtar, nuk është vetëm një investim në kapacitetet tona të reagimit, por është një konfirmim i rëndësishëm i partneritetit tonë të ngushtë me Bashkimin Evropian. Pjesë e aktivitetit ishte në drejtues të Agjencisë së Menaxhimit të Emergjencave Civile të Kosovës. Drejtori ekzekutiv Gen Smetaj e vlerëson shumë të rëndësishëm bashkëpunimin me Shqipërinë edhe në sektorin e emergjencave civile. Është shumë domethënës për ne, sepse jemi dy vende të cilat jemi me një kufi, do thonë për nga hapësira gjeografike, mirë po është edhe një mundësi e cila na mundson me i testu kapacitetet tona për reagim në rast të përmbytjeve, po njëkohësisht ofron edhe mundësi për shkëmbim të përvojave me vendet pjesëmarrëse nga mekanizmi i mbrojtjes civile. Ushtrime të tilla kanë për qëllim testimin e kapaciteteve për përballimin e emergjencave të shkaktuara nga përmbytjet, si dhe përmirësimin e koordinimit dhe reagimit ndërinstitucional në rast të fatkeqësive natyrore.